Mediat ndërkombëtare i kanë kushtuar një rëndësi të veçantë samitit 2 ditor të NATO-s të zhvilluar në Chicago, ku morën pjesë liderët e 28 vendeve anëtare. Kjo për shkak të çështjeve mjaft të rëndësishme të diskutuara në të, që lidhen me sigurinë globale. Në pasqyrimin e këtij samiti, CNN u përqendrua më shumë tek çështjet e mbrojtjes raketore europiane, një çështje mjaft delikate për shkak të tensioneve që mund të shkaktojë në marrëdhëniet mes vendeve anëtare dhe Rusisë. Të njëjtin shqetësim përcjell edhe televizioni shtetëror rus Russia Today, e cila në raportimet e saj përcjell edhe deklaratat e zyrtarëve të lartë të vendit që kërkojnë garanci ligjore që mbrojtja raketore europiane nuk ka për objektiv potencialin atomik të Rusisë. Për Gjermanen Spiegel, rëndësi kanë diskutimet lidhur me tërheqjen e trupave të huaja nga Afganistani në vitin 2014 dhe shqetësimet mbi deklaratat e presidentit francez të sapo ardhur në detyrë François Hollande për tërheqjen brenda këtij viti. Samiti shoqëruar me përleshje të ashpra mes policisë dhe protestuesve të cilët kundërshtojnë këtë samit. Të dhënat e zyrtarëve amerikan, afro 3000 persona morën pjesë në këto përleshje, të shoqëruar nisjen e samitit.